Selam aleikum hoxh, të lutem një këshill si të sillemi me fëmijët në kohën e pubertetit, janë nervoz shumë. Aleikum selam rahmetullah, Allah të ruajt ata fëmijët, i bëft të xherit, i uzoft rrugën e drejtë. Këshilloj të gjithë ata që kanë fëmijë të vegjël apo akoma nuk ju kanë lindë që t'i edukojnë prej momentit të lindjes. Domethënë, mos thonë hajt sa është i vogël. Mara pa i bën një vjetë, si ti bën një vjetë, 2, 3, veç me fillu me i eduku ka xheri, ka islami. Merruni me ta, merruni sa të keni mundësi më shumë, mësojani halalin, haramin, bënjani të mundur apo mësojani që kush është Zoti i tyre, feja e tyre, pejgamberi i tyre, libri Kuranit, citapi i tyre, ta dojnë Allahun, ta dojnë islamin, ta dojnë pejgamberin alayhi salatu wasalam. Mësojnë sa të mundi halalin edhe haramin. Në momentin që hyn pubertet, shkuj kapitull mbyllet. Fillon një kapitull i ri. Kapitulli i shoqërisë me ta. Prandaj edhe bëhen nervoz. Se tash ata nin vetën gjallë pak. Dikur zbutën, dikur kthehen. Tash nuk është koha më ju bërtit, tash nuk është koha shumë me, si me thonë, me mësu, ose nuk e o leshëm në tru. Tash është mi marrë me të mirë, me bo dua për ta, me u qetësu me ta. Këherë pse jo edhe me ba sabër ndaj tyne. Hajtë se vjen vete, hajtë se u hypin gajlet. Pastaj fillojnë me ta ditë vlerën. Prandaj jo më me të keq. Absolut me dhunë, absolut me të rahëne, absolut mi përzon prej shtëpisë, absolut veç me të mirën këtë kohë. Allah